Vajza pakistaneze Malala Yousafzai i është drejtuar organizatës së Kombeve të Bashkuara si pjesë e fushatës së saj për arsimim të detyrueshëm, por falas për çdo fëmijë. Të premten duke folur në ditën e 16 vjetorit të lindjes së saj, Malala në selinë e OKB-s thënë se librat dhe mjetet e shkrimit i friksojnë ekstremistët, ndërsa ajo bëri thirrje për përhapjen e edukimit ndaj të gjithëve. Në 9 tetor të vitit 2012, talibanët më qelluan në anën e majt të Ballitim. Mendonin se plumbi do të na mbyllte gojën, por ata dështuan dhe nga kjo heshtje erdhën mira zëra. Terroristët kanë menduar se do të ndryshoj qëllimet e mia dhe ambicjet e mia, por asgjë nuk ka ndryshuar në jetën time. Përveç kësaj, dobësia, frika dhe mungesa e shpresës vdiqën ndërsa forca, fuqia dhe guximi lindën. Unë nuk jam kundër askujt. Unë nuk jam këtu për të folur në aspektin e akmarrjes personale kundër talibanëve apo ndonjë grupi tjetër terrorist. Unë jam këtu për të folur për të drejtën e edukimit të çdo fëmije. U shpreh kështu nxënësja e cila konsiderohet si pretendente për çmimin Nobel për paqe, ndërsa ajo shtoi se është duke luftuar për të drejtat e grave, sepse ato janë të vetmet që vuajnë më shumë se kushdo. Në një fjalim të guximshëm, ajo tha se ekstremistët kanë frikë arsimin dhe kanë frikë graut. Malala falenderoi ekipet mjekësore në Pakistan dhe Mbretërinë e Bashkuar që u kujdesën për shërimin e saj. 16 vjeçaria u qellua me plumb në kokë në një autobus shkolle nga talibanët në muajin tetor të vitit 2012 për shkak të fushatës së saj mbi të drejtat e vajzave. Pasi u qellua me armëzjarri, Malala fluturoi nga Pakistani për në Britani, por kurim dhe tashmë jeton në Birmingham të Anglisë. Fjalimi i saj në selinë e OKB-s në New York ishte i pari i bërë publik që prej incidentit të tetorit në Pakistanin veriperëndimor.